Mëngjesin e sotëm gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dha një vendim që çoi në kryerjen e kontrolleve në kuadër të një hetimi penal që lidhet me zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Veprimet e organeve të drejtësisë janë fokusuar në sigurimin e provave dhe verifikimin e elementeve të dosjes, ndërsa procesi ka si qëllim të hetojë mundësitë e përfshirjes së zyrtarëve të lartë në shkelje të mundshme ligjore. Kontrollet nuk janë kufizuar vetëm tek Balluku, por janë shtrirë edhe tek biznesmen të njohur në fushën e kontratave publike, mes tyre Bashkim Ulaj dhe Rok Gjoka. Ta individ sipas hetimeve paraprake kanë lidhje të drejtpërdrejta me procedurat e dhënies së kontratave, duke ngritur dyshime për praktikë të mundshme të favorizimeve ose shfrytëzimit të pozicioneve zyrtare për përfitime private. Gjatë kontrollit, prokuroria ka sekuestruar dokumente dhe pajisje kompjuterike, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertimit të specializuar. Analiza e këtyre materialeve pritet të hedhë dritë mbi rrjedhën e kontratave, vendimarrjet dhe lidhjet me zyrtarëve dhe bizneseve të përfshira. Burime pranë Spakut kanë bërë të ditur se hetimi po zhvillohet me intensitet dhe objektiv kryesor, ka zbardhjen e çdo transaksioni që mund të konsiderohet i dyshimt ose i paligjshëm. Ky veprim i Spakut vjen në një moment kur kontrolli mbi kontratat publike dhe transparenca e institucioneve janë në vëzhgim të rrep publik. Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se procedurat e sotme janë një hap i rëndësishëm për të siguruar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një precedent që synon të ulë korrupsionin në nivelet më të larta të administratës. Hetimi vazhdon dhe çdo dokument apo pajisje e sekuestruar do të analizohet për të përcaktuar lidhjet konkrete mes personave të përfshirë dhe çdo praktikë që mund të cënojë ligjshmërinë e procedurave publike.